Të paktën reforma ligji i ri i turizmit ka sjellë një efekt pozitiv deri më tani që flasim në qytetin e Vlorës, pasi Bregdeti i plazhit të vjetër, plazhit të familjarëve me sa duket i ka mbetur këtyre të fundit dhe jo subjekteve private. Deri më tani në zonën e plazhit të vjetër nuk ka çadra, nuk ka shezlong, por qytetarët e Vlorës janë rikthyer edhe një herë traditës, duke ardhur në këtë plazh dhe duke pushuar si vitet e mëparshme. Plazhi i vjetër, me pamjen që të ofron sot të rikthehen edhe njerë në nostalgjinë e viteve të mëparshme, ku me dhjetra qytetarë aty çdo ditë marrin çadra apo edhe shezlong personal për të ulur, duke pushuar krejtësisht falas. Madje në këtë mënyrë të pushuarit pa pagesë, janë kthyer si frekuentues të rregullt të këtij plazhi edhe pushues vendaze të huaj. Plazhi i vjetër, me sa duket është kthyer dhe në vëmendjen e atyre, të cilët vinë në Vlorë për pushime, por falas dhe pa kosto. Megjithse problematik mbetet ende pastërtia, pasi siç kemi mësuar në vitet e kaluara, për hapësirën publike të plazheve në Vlorë përkujdesen më tepër subjektet private. Kjo ka bërë që në krahasim me vijën tjetër bregdetare të Vlorës, ku hapësira publike për plazh janë marrë në përdorim, zona Bregdeti i plazhit të vjetër të jetë më i ndotur. Nganjëra anë janë institucionet lokale të Vlorës, të cilat nuk janë ende në nivelin e duhur për menaxhimin e kësaj situate, por efektet negative në territor sjellin edhe qytetarët, të cilët në mungesë të kulturës hedhin mbetje vende pa vend, ku shumica e tyre nuk kujdesen për hapësirën që kanë aty pranë. Vlen për të theksuar edhe fakti se plazhi i vjetër tregon sot një anë tjetër të medaljes, një anë tjetër të realitetit që ka sjellë reforma në turizëm në Vlorë, si Bregdeti, por edhe nga mënyra e funksionimit. Plazhi i vjetër dhe Zvërneci janë thuajse njësoj, por ajo si çfarë vjetre është fakti se në Zvërnec kemi të vendosura çadra dhe shezlong në të gjithë gjatësinë e tij, ndërsa në plazhin e vjetër jo. Madje edhe tur operatorët që kanë kërkuar të marrin në përdorim një plazh nuk janë lejuar dhe nuk e kanë përfituar këtë të fundit. Pavarësisht se në zonën e plazhit të vjetër, ndryshe nga Zvërneci, ka më tepër hotele dhe njësi akomoduese. Pra me pak fjalë, edhe reforma në turizëm ka sjellë në Vlorë një situatë me dy standarde, ku dikush trajtohet si nënës, ndërsa një tjetër si një erkës.